mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë të programit tonë të përditshëm nga ana të premte në Showbiz. Sot do të nisim me një event shumë të madh, një event që vlerësojnë të gjithë artistët e kinematografisë. Është një natë, do të thënë një natë gala për të cilët vlerësojnë për të gjithë punën që ata kanë bërë gjatë gjithë vitit për në rolet e tyre të filmave të ndryshëm. Pikërisht, MTV Movie Awards 2013 ka vlerësuar të gjithë artistët me çmime të ndryshme, prandaj le të njihemi se kush kanë qenë artisti apo artistja e vitit, filmi i vitit. Le të prezantohemi dhe njihemi me ta. Një mbrëmje shumë e rëndësishme për të gjithë artistët e Hollywoodit është dhe ajo e çmimeve MTV Movie Awards. Është pikërisht një natë ku të gjithë artistët vlerësohen për punën e tyre që kanë bërë në filma të ndryshëm. Pikërisht mbrëmjen e të dielës ka qenë ky event i madh ku shumë artistë kanë qenë pjesëmarrës e disa prej tyre janë vlerësuar. Bradley Cooper ka marrë çmimin e aktorit më të mirë në edicionin e sivjetshëm të MTV Movie Awards 2013 për performancën e tij në filmin Silver Linings Playbook. Cooper gjithashtu ka fituar dhe çmimin për puthjen më të mirë me kolegen e tij Jennifer Lawrence, ndërsa filmi i vitit është vlerësuar The Avengers. Aktori më i mirë Bradley Cooper, momenti më i mirë Jamie Foxx dhe Samuel Jackson në filmin e tyre Django, përleshja më e mirë Marvel The Avengers, çmimi pioner Emma Watson, puthja më e mirë Jennifer Lawrence dhe Bradley Cooper në filmin Silver Linings Playbook, gjeniu i komedisë Will Ferrell dhe vërtimi më i mirë Rebel Wilson. Paraqitja më e mirë pakmisht Taylor Lautner në filmin Breaking Down Part 2, roli negativ më i mirë Tom Hiddleston, çmimi i gjeneratës Jamie Foxx, paraqitja më e mirë në musical Rebel Wilson. Në këtë natë gala, përveç ndarjes së çmimeve, janë dhuruar një performancë e mrekullueshme nga shumë artistë për të gjithë të pranishmit atë mbrëmje. Por unë doja të veçoja një performancë të jashtëzakonshme që ka bërë artistja më e re Selena Gomez. Ajo tashmë është njohur me fansat e saj në rolin e saj si aktore, këngëtare apo edhe si balerinë. Por ajo që ka performuar në këtë mbrëmje pikërisht të MTV Movie Awards ka qenë performanca e saj e jashtëzakonshme me këngën më të re të cilën sapo e ka lançuar. Një performancë që e ka bërë atë të krahasohet me të gjithë divat e tjera të muzikës. Le të ndjekim disa fragmente nga Selena Gomez dhe performanca e saj. How you choose to express yourself, it's all your own and I can tell it comes naturally, it comes naturally, you follow what you feel inside, it's intuitive. Edhe pse është e re në skenën muzikore, Selena Gomez u ka rrëmbyer zemrën fansave anë mban botës. 20 vjeçaria është e njohur si aktore, modele, këngëtare dhe ishte dashura e adoleshentit më të famshëm Justin Bieber. Po performanca e saj në MTV Movie Awards dëshmoi se dhe ajo mund të konkurojë me yjet e njohura të muzikës. Selena bëri një paraqitje mbreslënëse gjatë interpretimit të këngës së saj më të re, Come and Get It.
Një tjetër artiste në arenën muzikore, e cila ka manitur ashtu si Selena Gomez të gjithë pranishmit në një sallë të madhe pikërisht në Beograd të Serbisë, ka qenë pikërisht diva e muzikës Beyoncé. Ajo pikërisht në mbrëmjen e dieshme ka startuar turneun e saj të titulluar The Mr. Carter Show. Një emër të cilin ja ka vënë në nder të bashkëshortit të saj në një mënyrë për të falendëruar për të gjithë përkrahjen që i ka dhënë në rrugën e saj të muzikës apo dhe në jetën e saj personale, duke qenë një bashkëshort i denj. Ajo ka qenë një performancë ndoshta e cila nuk do të gjeni dot kritika për ta kapur. Një performancë e cila i ka kushtuar rëndësi të madhe performancës së saj, muzikës, zgjidhjes së këngëve, sigurisht të veshjes që në një mënyrë që nuk është gënjen asnjëherë divën e muzikës Beyoncé. Përveç të gjithave do manitni kur të shikoni një staf të madh, të cilët e kanë shoqëruar, kamion apo autobuza që kanë qenë pranë saj për ta ndihmuar për këtë hapje të madhe të turneut të saj muzikor. Le të njihemi dhe të prezantohemi me disa detaje të rëndësishme të kësaj hapje të turneut të divës së muzikës Beyoncé. Beyoncé ka mbritur dje në Beograd të Serbisë ku ka nisur turneun e saj, i cili parashikon dhe 3 koncerte të tjera në Ballkan, saktësisht nisja në Serbi, më pas me datë 17 në Kroaci dhe Slovakia e pret me datën 19 prill. Këngëtarja ka zbarkuar në kryeqytetin serb me avion në saj privat. Në masa të forta sigurie, ajsa disa imazhe shfaqen se ishte brenda një rrethimi lufte, nga pas se ka ndjekur dhe një ushtri e madhe e stafit dhe pajisjeve skenike që kanë dashur plot 27 kamion dhe 10 autobus. Beyoncé ka nisur me një performancë mbreslënse, ku përkushtimi për gjithçka ka qenë maksimal. Ajo ishte përkujdesur deri në detaje për lukun e saj, i cili asnjëherë nuk është gënjen, ashtu si dhe mbrëmjen e dieshme në Beograd. Diva mbante të veshur disa veshje të ndryshme, të cilat tregonin mjaftë linjat e saj perfekte të trupit, me një shumëllëshmëri kostumesh, bati të jashtëzakonshme të stiluara plot gura apo perla. Ajo ka performuar në mënyrë të mrekullueshme. Veshjet e saj ishin të dizenjuara nga stilistë ndryshëm, disa prej tyre mund të përmendim si Ralph Russo, Emilio Pucci apo emra të tjerë, ndërsa njëri prej kostumeve të saj ka qenë pikërisht i dizenjuar nga Tina, mamaja e saj. Gjatë turit të saj, të titulluar The Mr. Carter Show, këngëtarja do të jetë edhe në 64 koncerte, të cilat do të mbahen në Europë, Amerikën e Veriut apo Amerikën e Jugut. Mediat serbe kanë njoftuar se koncertin e kanë ndjekur rreth 18.000 pjesëmarrës dhe janë kënaqur duke dëgjuar këngëtaren për rreth 2 orë, e cila ka performuar disa nga këngët e saj të repertorit të njohur. Shfaqja e saj e fundit është planifikuar në 13 shtator në Brazil. Format e mrekullueshme të divës Beyoncé nuk i ka treguar vetëm gjatë performancës së startimit të këtij turi, por dhe në fushatën reklamuese të linjës së të brendshmeve HM, ku u bë dhe lançimi i kësaj fushate, i cili përkoi me nisjen e turit të saj. Në lidhje me këto poza, këngëtarja komentoi: "Gjithmonë më ka pëlqyer shija e HM dhe çmimet e përballueshme që gjithmonë ofrojnë. Më pëlqen me të vërtetë shumë bashkëpunimi për zbulimin e emocioneve nëpërmjet 4 elementeve: zjarrit, ujit, tokës dhe erës, të gjitha të përfaqësuara me këto poza." Këngëtarja
Këngëtarja Beyoncé nuk është e vetmi artiste e cila ka startuar turneun e saj muzikore. Edhe këngëtarja Pink, e cila mbahet si një nga personazhet paksa të çmendur në botën e madhe të Hollywoodit, ka startuar turneun e saj muzikor The Truth About Love. Pikërisht kështu titullohet ky turne muzikor i cili ka startuar në Manchester. Por ndryshe nga Beyoncé, dhe ajo ka një performancë të shkëlqyer, por ka qenë shumë më pranë fansave, do thoja. Por si ka qenë afërsia e saj, se si i ka takuar ajo fansat, do e ndjekim tani dhe do e zbulojmë. Ju lutem qëndroni për të zbuluar. The truth about love comes at 3 a.m. You wake up fucked up and you grab a pen and you say to yourself, I'm gonna figure it out, I'm gonna crack that code, gonna break it down. I'm tired of all these questions and now it's just annoying cause no one... Energjike dhe e çmendur ditë jetë vetëm këngëtarja Pink. Ajo ka dhuruar një super shfaqje ditën e dieshme në Manchester, e veshur me një palpantallon lëkurë të ngjitur pas trupit dhe një bluzë të shkurtër, e cila nxirrte në pa barkun e saj të tonifikuar dhe plot muskuj. Pink ka performuar si të ishte një profesioniste cirku, e shoqëruar dhe nga disa balerinë mjaft, këngëtarja 33 vjeçare ka realizuar një koreografi speciale. Pink ka nisur turin e saj botëror, Truth About Love, ku performancën e saj ka nisur në Dublin. Me njerë pas shfaqjes së parë, ajo ka komentuar në faqen e saj zyrtare Twitter, Dublin, ndalesa e parë, ndiem si të jem në shtëpi, më prisni me padurim për shfaqje të tjera akoma më shumë të çmendura. Kjo ishte performanca e këngëtares Pink, e cila të mahnit me këtë performancë, madje të bën të mendosh se është një profesioniste pikërisht në akrobaci. Ndërkohë të kalojmë një tjetër informacion, një informacion të jetës private të këngëtares Britney Spears. Ajo është mbretëresha muzikës pop, e njohur sigurisht në këtë zhanër të kësaj muzike. E njohur sigurisht edhe për romancat e saj, romancat e cilat zgjasin disa vite dhe më pas përfundojnë. Por një romancë e cila ende nuk është shkëputur dot akoma ka qenë me ish-bashkëshortin e saj Kevin Federline. Jo sepse nuk është shkëputur për shkak të saj apo Kevin, por për shkak të dy djemve të saj. Ata janë detyruar të takohen, edhe kësaj radhe i ka ndodhur që të takojnë në Kaliforni për shkak të dy djemve të tyre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's gonna get louder. We're gonna get stronger. We're gonna feel better. You can't tame this energy inside. U ndan në vitin 2007 dhe secili vazhdoi jetën përkatëse, këngëtarja e muzikës pop Britney Spears më pas u fejua me Jason Trawick, ndërsa ish-bashkëshorti i saj Kevin Federline po njësoj vazhdoi jetën e tij intime, por nga martesa e tyre kanë dy fëmijë për të cilëve kanë qenë të detyruar të bashkohen her pas here. Edhe kësaj radhe, Britney dhe Kevin janë bashkuar në një ndeshje futbolli në Kaliforni, ku dy djemtë e tyre ishin pjesë e kësaj ndeshje. Në këtë takim ata kanë lënë më njanë diferencat apo polemikat e ndryshme, por kanë buzëqeshur dhe lumturuar së bashku me fëmijët e tyre. Të 31 vjeçarja shoqërohej dhe nga mikesha e saj e ngushtë, e cila duke se po i shoqëronte sadopak nga prania e ish-bashkëshortit të saj, Kevin Federline. Britney ishte tepër sportive dhe po shijonte në maksimum këtë ndeshje dhe bënte tifozlik për djemtë e saj.
Personazhe me cilën do të prezantohemi tani është një vajzë me një buzëqeshje me vërtet rrezatuese. Me buzëqeshjen e saj apo me bishtalecat ka bërë për vete zemrat e shumë fëmijëve. Me rolin dhe interpretimin pikërisht në filmin Pipi Çorapi Gjata, të gjithë fëmijët e kujtojnë apo qoftë edhe njerëz të rritur kur kujtojnë nostalgjinë e tyre të fëmijëve e kujtojnë të interpretim në rolin e saj. Ishte një film i cili e bëri të famshme Pipi në të gjithë botën. Tani aktoria Temi Erin ka bërë që të ndjedhet në probleme dhe të lashe. Ajo është arrestuar nga policia pasi e kanë akuzuar disa fëmijë të saj. Le të zburojmë se çfarë po ndodh me Temin. Aktoria Temi Erin, e njohur për rolin e saj të Pipit, pikërisht në filmin Aventurat e Pipi Çorapi Gjatës, është arrestuar pasi ka sulmuar bashkëtuesin e saj, ylli dashuri fëmijëve, e cila tashmë është një 38 vjeçare, ishte lajmëruar në polici nga një fëmijë i saj që kishte dëgjuar zënkën mes asaj dhe një mashkulli. Aktoria ka qëndruar vetëm një natë në burg dhe më pas është liruar. Ende nuk dihet nëse aktoria do të paraqitet në gjykat, pasi viktima e saj nuk ka pasur lindime. E cila filloi karrierën si modele reklamësh në moshën 8 vjeçare, kur mbushi 11 vjeç ajo fitoi rolin e Pipit, duke mposhtur kështu 8000 aktorë të reja nga mbar bota. Mirë po që pas suksesit në filmëri me rolin e Pipit, ajo nuk ka arritur ndonjë bujë të madhe në botën e artit. Roli saj më i freskët është pikërisht në vitin 2010, në filmin Tim and Eric's Always Some Christmas Special me Zach Galifianakis dhe John Reilly në rolet kryesore të këtij filmi. Welcome, pigtails, freckles, and fun. Well done, Mr. Nielsen. Welcome to the new adventures of Pippi Longstocking. She's coming to your town this summer. Tani do të njihemi me një djalë bukurosh para të cilit qëndrojnë shumë femra në radhë për ta parë apo qoftë edhe për të biseduar me të. Ai është një nga bukuroshët më të mëdhenj në Britani, është një djalë i cili është shfaqur në shumë kopertina pasarela, një nga më të popularizuar do thoja në fushën e modës. Pikërisht David Gandy është mashkulli më i paguar në Britani, por mbi të gjitha është një mashkull i cili të inspiron kurajo, vullnet apo dëshirë për të vazhduar karrierën, pasi ai ka nisur nga hiçi. Thjesht është shfaqur në një konkurs bukurie ku ka fituar këtë çmim dhe më pas sigurisht karriera e tij ka vazhduar. Do të zbulojmë se si. Nobody knows you're here. If undercover, seem to be afraid. Modeli britanik për momentin është modeli mashkullor më i paguar në botë. Në intervistën për mediat britanike la zbuluar që vazhdimisht udhton dhe ka folur për xhelozinë në punën e tij. David Gandy në vitin 2007 ka bërë reklamën më të madhe të Dolce Gabbanës për parfumin Blue Light. Modeli britanik, i cili momentalisht është modeli më i paguar në botë, ka qenë mashkulli i vetëm në mes supermodelëve britanik, i cili ka marrë pjesë në ceremoninë në mbyllje së lojrave olimpike në Londër. Gandy para pak kohësh është rikthyer në Los Angeles, qytet e cilin e ka vizituar për herën e tretë në muajin e fundit, ku e pret zhërimin reklamës për Massimo Dattin në Barcelonë, pikërisht edhe shkuarja në qytete të njohura si Miami, Floridë, Skoci, Barcelona apo Paris. Është një jetë mjaftim intensive, kam 85 deri në 90 fluturime në vit. Vetëm në 2-3 vitet e fundit udhtoj në klasën e biznesit, por më parë kam fluturuar me klasin ekonomik, të cilin e kam pasur vështirë sepse jam 1,90 cm i gjatë, ka thënë modeli i lindur në një familje punëtorësh, por që karriera e ka bërë që të jetë një nga njerëzit më të ndikuar në fushën e modës, pikërisht në Britani.
Një pyetje tashmë e zakonshme që i bëhet të gjithë personazheve të famshëm është se si e kanë nisur karrierën e tyre. Të gjithë fansat janë kurioz të dinë se si ka nisur kjo karrierë kaq e madhe, një rrugë e gjatë për të arritur pikërisht atë famën e jashtëzakonshme që adhurojnë të gjithë. Por si e kanë nisur 5 personazhe të famshëm? Çfarë ka ndodhur me ta? Të gjithë kanë një të përbashkët, nisjen e karrierës së tyre. Le të njihemi dhe të prezantohemi me ta. Hyjet e saktuar të filmit në fillim të karrierës së tyre realizuan filma porno për masën e gjerë për të arritur në famën e tyre. Ata megjithëse nuk mbetën sekret pasi dolën në opinion gjatë kohës kur arritën famën, por edhe pse të gjithë menduan se të ishte një ndikim negativ, doli e kundërta dhe vërtetoi thënien se publiciteti i keq nuk ekziston. Jackie Chan aktroi në një film porno realizuar në Hong Kong, All in the Family. Më është dashur të bëja gjithçka që të mbjetoja para 32 vitesh, megjithatë nuk mendoj se kjo është një gjë e madhe. Madje edhe Marlon Brando u zhvesh në filmat e tij, komentoi këtë gjë Chan. Ai tha se ky film madje i hapi rrugët drejt famës dhe depërtimit në Hollywood, derisa ishte adoleshente, më saktësisht në moshën 19 vjeçare. Edhe Cameron Diaz kishte realizuar një film pornografik. Bjondja tani 40 vjeçare në këtë film paraqitet tërësisht nudo. Nuk mund të krenohem se kam bërë një punë të mirë, por as nuk më vjen keq që e bëra këtë gjë, ka deklaruar bukuroshja Cameron Diaz pikërisht për këtë film. Filmi pornografik i Sylvester Stallone i realizuar në vitin 1970 e përjetoi postproduksionin dhe filloi të shitet në mënyrë legale sikur të gjitha DVD-të e tjera, por në emërtimin tjetër nga ai që e kishte në fillim. Kjo është një pjesë e jetës time, por nuk mund ta fsheh, ka thënë Stallone. Miq të dashur, këtu kemi përfunduar programin Showbiz për ditën e sotme, por unë do takim sërish nesër në 15:30 në ekranin Ora News. Nga unë Jonida, bashkë mirëpafshim.